Delegacionin qeveritar i kryesuar nga zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje evropiane po qëndron në Bruksel për të deleguar dhe për të informuar rreth procesit të reformave në një kohë kur Bashkimi Evropian edhe e ndërlidh mbështetjen financiare me realizimin e procesit të reformave. Vizita vjen pasi Komisioni Evropian liroi 65.7 milion euro për Maqedoninë e Veriut në kuadër të implementimit të reformave dhe rritjes pas vlerësimit pozitiv të një pjese të reformave kryesisht të cilat kishin të bëjnë me digitalizimin dhe arsimin. Në kuadër të vizitës, Ministri Bekim Sali zhvilloi takim me drejtoreshëm për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Valentina Superti, ndërsa më pas realizoi briefing edhe në Koela, grupin punues të Këshillit të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe vendet kandidate. Këtu afër meje e kam edhe ministrin për çështje evropiane, zotin Bekim Sali, i cili do të na thotë më shumë rreth asaj se çka u diskutua në takimet e sotme dhe çka presin aktorët politik apo institucionet evropiane nga vendi ynë. U riafirmua edhe një herë përkushtimi edhe i Komisionit Evropian edhe i vendit tonë për procesin e integrimit të plot të vendit tonë në Bashkimin Evropian. U konfirmua edhe një herë dhe u vlerësua lartë me notë shumë pozitive angazhimi i gjitha institucioneve shtetërore tona dhe përkushtimi i qeverisë aktuale për integrimin e plot të vendit tonë. Siç informuat edhe ju, kishim një fazë ku dorëzuam disa pikë të cilët ishin me afat të plotësimit deri në dhjetor të vitit 2025 dhe ky vlerësim sjell edhe rezultatin konkret që edhe ju e cekët, lirimin e 65 milion eurove për Maqedoninë e Veriut. Dhe tani jemi në fazën e dytë ku deri në fund të qershorit do duhet të plotësojmë edhe fazën e tretë të dorëzimit të pikëve me të cilat institucionet tona dëshmojnë se kanë kapacitet real dhe funksional për integrimin e plot në Unionin Evropian. Unë sipas vlerësimeve tona institucionale që patjetër ta them se është herët që nga tani ta vlerësojmë, po do të jetë dyfishimi i kësaj vlere dhe punojmë në atë drejtim. Gjithashtu edhe raportin të cilin e kishan para grupit punues të Komisionit Evropian Koela u vlerësua lartë nga gjithë përfaqësuesit të gjitha shteteve anëtare në Unionin Evropian dhe ky komunikim do të vazhdojë edhe më tutje me përkraje të dyanshme për të avancuar procesin tonë.